Bismillahirrahmanirrahim. Amaneti dhe besueshmëria. Jeta jonë është përplot me amanete dhe detyra, qofshin ato të vogla apo të mëdha. Ne jemi të obliguar të zbatojmë në mënyrë të përpiktë dhe ndaj tyre të sillemi me përgjegjësi. Në Kur'anin famlar për këtë Allahu i Madhreshëm thotë: Ya ayyuhalladhina amanu la takhunnu Allaha war rasula wa takhunnu amanatikum wa antum ta'lamun. O ju që besuat, mos e tradhtoni Allahun dhe të dërguarin e ashtu të tradhtoni amanetet tuaja derisa e dini sa e keqe është kjo. Surja Anfal 27. Pabesueshmëria është njëra ndër shenjat e ndërprerjes së jetesës në tokë dhe pra shenjë e ditës së gjykimit. Muhamedi alayhis salam ka thënë: kur të humb besimi, pritë ditën e gjykimit, kiamet. Kur e pyetën se kur do të humb, u përgjigj: kur gjërat dhe detyrat të besohen atyre që nuk i meritojnë, pritë ditën e gjykimit. Prandaj muslimani e kryen me përgjegjësi atë me çka është i obliguar, sepse e di se do të përgjigjet për atë që i është besuar. Jo rastësisht Abu Bekri radiallahu anhu u quajt Siddik, që ishte i sinqert dhe i qëndronte amanetxhi për Muhamedit alayhis salam, pranë edhe ishte prej të parëve që e pranoi pra Islamin dhe pranoi atë çka Muhamedi alayhis salam u mësonte njerëzve. E pranoi pra atë çka i shpalli Allahu Muhamedit alayhis salam përmes melekut Xhibril në shpellën Hira. Muhamedi alayhis salam na tërheq vërejtjen duke na thënë se Allahu xhaleshanu i fal mëkatet që njerëzit i bëjnë ndaj tij, por nuk do t'i falë ato me të cilat uzurpohen të drejtat e njerëzve të tjerë. Një hadith shërif thuhet: kur besimtarët të lirohen nga zjarri në të vërtetë, kur të kalojnë nëpër sirat, do të ndalen në një urë midis xhenetit dhe xhehenemit, që t'i rregullojnë padrejtësitë e njëri tjetrit, të cilat i kanë bërë në këtë urë. Pejgamberi alayhis salam thotë: nuk ka iman ai i cili nuk i kryen detyrat e marra përsipër, por nuk ka besim as ai që nuk e mban premtimin. Pejgamberi alayhis salam më tej thotë: në ditën e gjykimit njeriu nuk do të kaloj derisa të pyetet për katër gjëra: për jetën si e ka jetuar, për rinin si e ka kaluar, për pasurinë si e ka fituar dhe në çka e ka harxuar, dhe për diturinë si ka punuar pra me atë dituri. Padyshim pra se këto janë prej amaneteve që ne duhet t'i kemi parasysh si besimtar, sepse jeta është shumë e shkurtër dhe duhet kemi kujdes pra për rinin tonë, ta përdorim atë për ngritjen e vlerave në shoqëri, për përhapjen e fjalës së mirë, për përhapjen e dijes së dobishme, duke lutur Allahun e Madhreshëm: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutakabbilan. O Zot, më jep dituri të dobishme, furnizim të begatshëm dhe vepra të pranuara tek Ti.